Do kalojmë apo dorim? Jam bërë dhe çdo gjë me balt tani edhe i ke marrë një 10-20 kg balt me vete tani. Mirë pesha që kemi ne, po kemi dhe peshën e baltës. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Uvrave. Uvrave. Në ma dorën. Në ma dorën. Vore po si më nëzori. Aj se kam duhet të ngrë motorin se mos më rjedh më i benzin. Të lutem. Në ma dorën. Qa pate? Po se nuk rene do butra se si shte shkom. Hajde këtu, ngrëm këtu. Gati. Jepi dhe që. Më të lëndis. Se po e mbaj me peshë, se kam vrah shpatullën ke ishfar ere dytë. Shpatullën? Po. Kështë në shpatullën? I për që ngrëp. E kam bërë copa kraun. Edhe një qik. Mbaj qik mbaj. O që kam bërë kraun copa. Hip. Tani ku ka baltë është mirë të zbresësh. Futi brënda këto të lutem. Jam për spital, o? Në bëllë qikë. Kam marrë kësh fare shpatull. Qa thua më? Në s'ka dalë nga vëndi. Jo, ndalë s'më ka dalë mua jo, ma. Nuk më ka kap më këtu. E që love si puna ime. Edhe pjesa këtu. Po ti kur e shqipon që bie largohu me vrap, hidhu, qa pret? Po qa thua? Po këtu. Në lëmë të zbresu. Mëre po s'ka mund si jo, ka shkesh. Po i ku mos futesh për të shpat e këti kjo. Kalon nga lërti. O, që sa kam vrarë kraun. E, kalon gjitur të lartë. Më të në kraun. Do të vete qik më tutja aty, të shikoj.
Edhe kamera është bërë pis. Më dëgjon? Më dëgjone? Hajde. Hajde, qa do bim na gjeti? Qa bëm? Jam vra shumë. Edhe kur të tëftohet, shko qa do të dëmbi? Po pse ore na futja pejt shpate, ishi mirë, ma mos na silën këtë rrugë shumë. Po ku e dhja më thash do jetë rrugë shu e ngusht me kthesa? Po jo, iku mu na fut më, a e ka të zetin e saj. Gjërën fshatra, bën tu tjetu. Të dashur miq, stresi u dorëzua. Jo se u dorëzua tani, ka kohë që është dorëzuar. Ore tallesh tani prap. Se qa gërset një gjëna mrapa, qa ke Mos pëthyre? ka rënë në gjë hapun. Prit pak. Pyete që këtë plaku. Qa të pjestu? Qa do ndryshoj në një gjë thua ti? Jo. Si kallove? Qa fshati është tu? Qa fshati është? Gjatë shkret qa do bëj kuna dëgjone. Qa fshati është? Qa fshati? Bejkollara. Bejkollara. Kështu është rruga, kështu? Po ku do vi? Në Kolcyr? Për net. Po. E ja, vajtë, me vjeni më të për këtë net, e kime në to. Kështu vazhdon rruga? Vazhdo, me të të rruga është. E kuptoj. Ka dhe makina. E kuptoj. Ika, faleminderit. Vazhdo, pa. Se dinte? Po ku e dinte Gjaxhi shkret kështu ca vite ka pa dana fshatin. Ta se dinte fare rrugën. Si tha, me motor vazhdon, tha. Se di Gjaxhi që stresi po pse u futa këthe? Nuk e di. Ku e di unë? Do të zbresun këtu. Ja, zbri, ja. Si u ankove nga jo, ma zharësinan ajdi? Ose kam frash pa. Po ku janë ato shakat që po bëjeti? Ha? Qa shakash? Që shakat vëj?
e marrë veç. Dhe do më zdo me këtë teren që është e qa rrugë presin e të bëj. Apo jo? Nuk e di. Kërë e valizja, mos kemi në hapur në. Po nuk e di pra, ne po them. Ose është liruar në gjë. Sa goditi kam marrë atë tani. Qa goditje ke marrë ti jo me valizja. Dëgjoj ma, gjithë problemi është shiu që ka rënë dhe që ka krijuar të baltën. Se s'kishim problem tjetër. Plus që duhet i vëmë me se s'bën. Po duam të vinë për këto rrugë, duhet i vëmë gomat të tjera. Qa thua ti o do vish ti këtej, e? Po qa do eksplorosh këtej, se ti qa? Ja qa eksploro, nuk e shikon? Qa eksploro? Ku i gjim këto pamje këtu, këto fshatra? Qa thua? Edhe një bari aty, masa nuk kam dhe një qënë. Erdi qënë, jo la. Ola, po mba e qiko! Vajt jaj. A i po flë në... A se prishi fare të rezinaj. Të i marim baktit. Opa. Mirë kali që nga ngordi, tha, po s'na lena asmisat. Mirë këto rëzimet në mënerë që bëri stresi, po se lena s'qeni. Po kjo do ketë qenë kjo. Duket buri mirë kjo. Si ka love? Mirë ke qënë? Mirë, dale se selde do timonin. Qa fshati jemi këtu? Rapaj? Raban. Se nuk dëgjoj mirë nga kufje nga këto. Si vazhdo në rruga, këshu është? Nga Vlora jemi. Ishim në Qorovod dhe i ram këte dhe jemi bërë. Nga si që shikon vetë. Me thënë sa për të dalë dhe rruga nacionale? Ish kriministri. Po, këtë drejt. Po të shajmë këte, se edhe i Pietri me nderi ati ishte dhe i. Më pëlqen. Po të shatë dhe do. Shqiptarve u ka ardhur gjithmonë në koka në Hovejcik. Këtë drejt. Është e vërtet. Është e vërtet. Ekziston e berë. Ka qenë e bërë kjo? Jo, dhe ekziston, e vëllëm. Po. Ata bënë për në rok ati, një 5 kilometra dhe 20 vjetë në gjithë ata. Se këtë ishte jemi a fatë një të nash. A të sako, sa di fatë, do tu hanë 50 e për 20, se nuk Me thëmë për të dalë në rrugë nacionale sa është? 10 kilometra ke, pas të bjene asfalt. Po kam në një teren të vështira, apo mirë? Pak, kam një 3-4 kilometra, është pak, që po është të rrugë e mirë. Iga, falenderit. Mirëpafshim. I matë Xhaxhi. Sa tha 10 km, 4-5 km? 3 kilometra tha. Te që është kjo? Te që? Zotin na ruajt. Ma se i del fjalla Xhaxhit edhe shruga kështu.
Si theti mos a bukse. Po qa thua di mos të kisha ngrënë atë shish kebapin, atë tas kebapin edhe pilafin, do isha fikur tani, do isha shtrim në një vend. Jo, vete këtej. Qa bërë ti? Këtej! Zbrit. Jo. Nga Vlora. Po. Për qef edhe ja shiko. Po, sa bërtet stresi. Si jeni ju? E po nuk e dinim që ishte rruga kaq keq. E jo, nuk e dinim që t'ishte kaq keq, se dinim. Nuk e Si dinim. kaluat? Unë thashtë a isha qafe, po nuk mu shkull. Do ishte qafe mua. Po s'do të gjotë ti të qafe ty. Sa vazhdo në rruga kështu? Po ma se nuk është kështu si që ishte këtej. është kështu. Shumë faleminderit. Rafsh, Ju faleminderit. faleminderit, po jemi vonë. Po. Faleminderit shumë. Brenda. Faleminderit, gjithë të mirat. Po, Të këndshëm. nuk do t'gjoj. Shtype që këtë butonin tim, se unë se le do timonin tani. Qa the? Ja li postivani, ajo të që ja li postivani. Thashtë të shtypje butonin tim ku nuk digjon olla, ka që vështire ke. Nuk e lëvizot këngë, sa për djeni. Të është blokuar, Po, dhe më shësh. po të ftoje tani. E pe zoti nuk të le, pe sa morëm rrugën e gabuar. Se unë atë e parë si rrugë më të vjetër, prandaj thash do ishte ajo ekzistusja. Po, na nisi dy njerëz të mirë që na bën udhërfyesin. Stresi. Me këti që ka equr sot e ka valti që të qerat si në suflaqe. Po, të suflasha më rëmë më tani. Apo jam dhe tip shumë që i Apo do një, më shumë suflashat. apo do një amita. Po, edhe Anita, gjete ti. Kur e në një Red Bull nuk pim neve. Po, ti e di që unë si pia. Po qarë rëndësi e ka edhe unë si pi, po tani në këto momente duaj. E po ti të karësh e qeri. Po edhe si jam unë tani. Po e pash në fyty. Më trëmbe dhe ti thash me ike na duart për pak. Si tha Jovan Bregu, qa do bëj unë pa ty më i ri se vi unë i fute qa me themeli këtyre punve. E do zoti del fjale këtyre zotrinjve që të jetë këshu mos të jetë si ato, se kjo që nga qaku vingjeshu, që nga e mirë. Këshu e se ke problem ti, apo jo? Këshu vjen ti. Jo, nuk do vi më tani. Po t'jetë këshu. Se që të është liruar. Ku dhe ma em liruar brinjët tani, jo më qa është liruar, thua ti. Ma em liruar brinjët. Shko së rrugë që bënë. Ka rëndo një vit nga ato të valigjeve dhe kësha bler ato gomat. Apo qa goma shtuaj. Se shkjo, si jemi në të mitë. Jo, dërë tani lere mos flasim keq. Kështu është zja rruga kështu. Kjo është mirë ola. Si të duket kjo tani që sa momente kjo duket dhe keqe, tani duket ty me atë që pam ne.
E, se kështu se ke problem ti, ka që je mirë. Si thua? Hajde tani kaloj, pa hajde. Stresi. Po edhe tërë ditën në zyrë, të bëhet jeta monotone, stresi. Më bëhet jeta monotone dhe mua në zyrë, po keshën e jetës në zyrë. Keqen e karikës. Për para se të vesh të shumë ti. Ani unë vërtet zgjedh. Po dëgjoj mua. Dëgjoj, motorin unë e kam adrenalin të di shumë mirë. Po të shijoj natyrën, po ju tani unë të gjë vëmendjen. To ti do ta kuptosh që motori 2 rrota ka. Dëgjoj. Pastaj dëgjoj mua, atë të shumtit nuk vete do të soti se peça tha zoti s'kam vend sot, herë tjetër. Unë gjithë kënaqësinë që qa përjetoj, s'ka gjë. nuk ka kuptim se s'ke dhe qa të promovosh, tu qa do të regosh. To promovon këtu to kesh dëgjoj mua. Po bën like shqiptarët edhe subscribe, që ne po ua kujtojmë prap. Dhe ka për të promovuar algoritmi YouTube i këtë video, që kjo është nga videot më të qelluara besoj, sepse kishte të gjitha. Atëre videoa do eci shumë, do ta shikoj Gjermani, Polaku, Çeku, Zviceriani dhe të gjithë ata ti i ke këtu. Të vinë. Ore dëgjoj mua, i ke këtu. Welcome. Ata që kur futen? Po që pun kam mu me këto rruguat nëndë. Ne jemi për rrugë. Hajde, ja, pak më të mira se këto. Jam dakord. Jo, edhe kështu nuk e kesh. Po si këto po të po pak më të... Jo, ma problemi është balta ishte bëra tje prandaj. Amun. Se nuk e di sa dukej në video, po jo kuptohat vetë si rëshkiste motori. Ty të ikën gjithë kënaqësia. Ishte zhytur gjysmë e gomës brenda, plus që ne gomat i kemi për rrugë, për asfalt, nuk i kemi për terene të vështira. Prandaj dhe unë duhet të ndëroja gomat, po thash mbas 20.000 kilometrave. Po qa pun ka shumë zhurën, bu? Do të ndaloj? Jo, lem të Dhe jo, mua e rëndësishme ka, e rëndësishme është tani që është kështu çakëll. Të ikën gjithë vëmendja nga ajo që ti përjeton natyra në... E, ama e mba mend, sa ishim te kanionet. Super bukuri, super reklam, super mburje po bënde stresi. Qa përjetova më tani unë vikë, me atë që kalova shumë zonë zero, gjë. E më ruat më që dola me motor sot. Po qa thuat, jo ku do ta kaloj e këta adrenalin ti maj? Po qa adrenalin, kjo është rrezik me jetën qa adrenaline. Sa po qeshin komentusit tani me ty? Po. Thonë stresi u dorëzua. Në këtë valla i... Po tani edhe mosha bënde saj. Po e citojmë prap të dashur miq. Ata që do bëjnë të zgjuarin e dim që do filloj me komente, jo ngele duke urrëzuar, jo po kështu, jo pa ashtu, më besoni. Jo të vinë ta provojnë njërë, ajde. Ta provojnë njërë, ata të kenë stresin nga mbrapa, valigjet, çantat, si që pa dhe ju motorin e ngarkuar. Të vinë. Dhe me goma për asfalt, jo për teren malor. Se bëjnë të zgjuarin kështu kur në komente gjërash. Dhe sa për djeni unë nuk i lejoj fare që të pusna një dilita aty edhe mbaroj punë. Kështu që të dashur miq, ata që kanë motor vetë me streset e tyre, ata e kuptojnë se çdo të thot të kalosh në këtë teren. Ure qa ti bëj që s'kthesha do të më mbrapa unë pa? Ti mendo se do vazhdoja unë këtej? Jo, unë e parë që kur kaluam atë, do më thë që rëshkitëm. Baltën e parë? Po, nuk theshe do... Unë thash hajde do ishte vetëm ajo, po kështu është mirë ka kështu, ja, kështu çakëll, i ngjeshur, kështu është mirë. S'kishim edhe kopa, vallaj do ta kisha pirë një kafe turke me ata.
Jo, dhe unë e doja, po. Ha? Do në kapte nata. E të po mendoja që të ikim sa më shumë. Të dalë në rrugë kryesore pasaj e ullemi. Të du të ishim Baltën. Baltën, ku ishe në Baltën? Po jo, dalë në imën që ka uj. Pa ty të dhëmë? Po, shumë. Ke bërë në një shëmbje. Për i këto pjesët ty të shëmbjeve gjëra më si a shumë. Duan dhe ato kohën e tyre për të kaluar. Mos i në video. Jo, nuk jetë fare. Jo, kam vërtet. Të dashur miq, këto video nuk jetë, hiç fare, tuq. Por i tani se... Kure, po nga vemi në tani. Këte ish rruga, po. Pa jo rruga nga vjen tani. Qa është e skifter është? Aj se kaloj pa ajde. Iku rruga me Balt, pa ajde, kjo ishte. Shikor, si rrugë ishte bukur tani, po leri ato, po kaluam në momentet të vështira, në kuptimin. Po të ishim maj qershor, do me thënë në periudën e verës që ajo Baltat ishte tharë, do kalonin si zotrinj. Në besok të ishte po të thëmë. Ky ishte problemi. Të dashur miq, benzina. Po nuk me rakosemi se i kemi një 1.5 dhe 1.8 litra. 1.5 apo 1.8 janë këto? Nes, 3 litra i kemi, kështu që me 3 litra edhe po na la. Kështu që në benzinatën e parë do hapim kraun. Në falë bë shprehjem të gjithë ju të kanalit. Shkojmë qa mund t'i kemi bërë. Si jemi për lyer. Tani e di ku kemi dalë në mduke, kjo mos është rruga që ikën për Anali Postivan. E kupton, kështu që jemi mirë tani, kjo rruga është terren i mirë. Po të thash që duke ishë nga lartë. E qeja, kur ishim ata burë. Pse, e peti? Si që pa shumë të thash. Se mbajmë të fare. Atëre kjo është rruga këtu, Te shkoj. po ti kisha mëndje të thosh atyre dhe isha, se osha do të qafe këtë. Pesit pak të më mbrojti, ha. Mos do të ti që kjo ta. Besoj të vështirën e kaluam stresi me sukses. Kur jemi bashkë të bashkuar, ne u bëjmë ballë sfidave. Opa, qa ishte kjo? Qa thashun? Fol. Jo, e kthejmë mbrapa, unë bashkë nuk kemi gjën vina. Si thua ti? Po ku i gjën ti këto bukurira kështu pa rrezikuar pak? Si thua? Të ngrijem qikun se vdisha. Ja, ura që kemi ndaluar me makinat, je mba mend. Do ndalojmë qik marrin frymë apo të vazhdojmë? Të duhet marrësh pak frymë. Ullu. Se më... Shko pas ka pas asfalt kjo. S'kemi dhe benzin, po tani besoj mba mend afër jemi këtu, apo jo? Po, ja kur ke urën erdhëm. Këtu të dashur miq që njohim terrenin. Ne do bëjmë një pushim tani këtu. Do vi qik stresin Terezi. Do ta lëm mu në mes të rrugës, do e blokoj trafikun fare. S'më intereson. Po valla e ke këshu radhërat, ti edhe do... Hajde. Shka si është bërtu? Të dashur miq. Stresi. Po ti shikove edhe si e bërë. Nuk duke. Na, mos u i thani, mos u i, mboj vetën, jo tani. Të lutem, jo tani, do kalojmë edhe këtë. Me kaluam bashk, nuk do idhemi bashk. Po. Na ke bërë si ata... Po pse më i bën i që butës këto gjëra? Po mu si i që u bërë sot, vallaj, si ajo je bërë.
Mos u do idhesh? Po të ishte verë idhesha. Qa ka jo qeska atje? Kush qesk? Ja, jo atje. Ku e ke qeskën? Është një qeska atje. Një të çantëshme, beturina që është, ja, ka edhe një zgjuar. Besoj se kur na njerëz. Do ta provosh? Jo, s'provoj unë, bol provova këti. Dale ta, ti bëjmë një kështu 360 grad. Dale. Wow. Tallu, sot do thësha jo se s'ma lejon. Kështu të dua të dalesh, të vesh në blok, të pish kafe, të hash një Në dark blok, luksi, po. Diti sa e dua Tiranën unë, po. Po që ke me Tiranën, ty me metropolin ton, me kryeqytetin ton? E diti sa e dua them jetën e zhurshme, e diti them. Ja, jetë e fshatit, donde stresi jetën e fshatit. Këshën e fshatit tim. Ajde, stresi, ajde. Me qëra fjalla fshatim është qëtë borsh. Valla, do kthehem mbrapa, nuk e duroj dot në këtë fshatin tënd. Do kthehem mbrapa. Pse të vini në aty? Në një moment, u dorëzuam vërtet në ajku dhe humori, në ajku gjithë shka. Por tani... Të erdi e ty, se unë... Ja, ajde se po vjen dhe një makinë. Dale. Qa bërë? Shiko që qa kena mbrapa që bën shumë zhurë. Ja, po... Mos është liruar në një... Jo, mo qa liru e mirë është. Hajde. Apo t'i lëm të kalojnë, ata kalojnë do t'u ata, në zërë. Nuk besoj për jepi. Hë? Ti që këtë jetë këtë benzinën. Benzina, po hajde mana se na qënë se e ka ndes të kuqen, po së shbëra jo e karburantit portokalli. Zorë se pyet në njëri që se kemi në një halë në një gjë, do thua është ti po ke halë, isha dalë vetë për para unë atja. Hajde o stresi, hajde. Jo, raje, duke mi që kemi ndaluar për të parë natyrën. Sa më pëlqen këshu, së të kisha parë në njërë këshu. Mu pesot. Të dashur miq, në ardhi prapë zqeshja, po më besoni, një moment u fikëm. Hajde stresi, hajde, i dhe këmën të shkretën. Stresi, kush ka që rruga me vështirë dërë tani? Po qa se s'ka nuk e di sa minuta ka vajtur ky filmimi, por besoj do ta bëj me dy parte, me dy pjesë do me thënë. Pjesë e parë, pjesë e dytë. Tani të dashur miq, ky teren është kështu, nëse për ju ata që keni shkuar në Alipostivan lart në Teqe, atje ku ktheva kokën e pat, atjo vazhdon dhe rruga. Ne sot jemi të shkundur, plus që vajti vonë dhe nuk e kemi mundësin të kthehemi. Po që kështu si jemi bërë neve, nuk ka kishe xhami të na marri përsipër. Pa u futur shumë në këto gjërat fetare, po e them në mënyrë figurative, njerëz të Zotit jemi të gjithë. Se përsëri mendimin e Zotit ishte që ja kaluam këto terene të vështira. Kaputin një të prerë kësaj pjesës, si sa po të tani. E preva. Okej. Mos e besoni se nuk e pres të dashur miq. Bria gjë më qatë. Shterësi të erdi frima më duket, se këtej ke bërë, këte e di këte. O, nuk krau shumë më ta.
E tani do të idhem shumë t'jaj. Edhe mos i shpejt. Pa ja me qa shpejt tani. E rëndimi djeli të dashur miq. Ora vajti 6, por jemi me orën e re, sot është ndëruar ora. Opa. Kjo është për të kujtuar pak që s'kam mbaruar 100% terreni vështirë. Po që gjërat vogla. Ora 6, kështu që asfalti do na zër me ditë. Stresi balt, stresi. Po është e ngjeshur. S'ke më ore kështu flasësh, ha? Jo. Bu fik stresi. Tu fikën lambat më duket mua, ha? Qa ishte kjo? Jo. Ti e kontrollove në... E pe mos i kësha një. Këpash? E kontrollove të mos ishte liruar në një. Qa të kontrollojë tani? Unë e pat shika të valigjet. Se për shumë shurë. Mirë, ishte ku di unë tani dhe këtë liruar në i vide brëndshme në një gjë. Se valigja e bëndësik po kështu e fort ishte. Po të gjendo një lavazha të futemi dhe neve, si thua? Të eshim dhe këmbët, të këto, të lajmë qizmet pak. Po bërë vete shiova. E shiove? Po. Ku di unë, s'kam fjallë. Se më thuaj të vërtetën tani, nuk të pëlqeu tani që e mbaroj me sukses. Po, shikon, nuk u futa të... Nuk era të bëj... Po të gjë mua, bukuria, si që kemi thënë dhe tani me këto shprejet e motorave, nuk është destinacioni ku do arish, bukuria është rruga vetë. Kjo ishte rruga, kjo ishte bukuria. Unë mendoj ndryshe dhe konceptoj ndryshe. S'pas ka të mbaruar e kjo, he? Apo të keqen e kësaj, fëj? Po kështu t'ishte gjithë rruga se kush e shanë. E di se e kam atë djellin tani. Mendo syzat. Qa syzat? Dhe jam bërë tër plura tër. Unë lothet e dora. Se këtë më ushtruar shumë fort. Ja e vëra qik. Vetë si vetë me pilot. Dale se mos bëjnë të pa bërë. Shpëtua më andej e t'ikim përlesh këtej. Stresi buzqesh pak tani. Hajde, na bëjnë një umar tani. Unë umar, ku kam? Unë jam tani. Më ka një gjithë energjit. Jera, s'ka pitur, do të zë një gjumë ty sot, nëse mëngjes ti nuk do lëvizësh do të fare. Do jesh e mpir nga lodhja, nga dhimbjet. Dëgjon? Gjoj. Më ke borgj 10 ditë Portugali. Po në Portugali, po me motor, apo jo? Po sigurisht me motor, se besoj të ketë në këto rrugë të si qanë këtej top. Kjo s'ka gjithë rruga këshu, që në do t'i shmangë me autostradat, se s'kemi lek paguajmë autostradat. Urdro? Qa thua ti? Autostrada aty. S'futem unë në përgërgje. Po, plera. Dashur miq, ju se ndjeni aromën? Me ndjem në? Po, parfum kinez. E zi mbyllë gjami. Po e qa gjami, ku ka gjam ta marrë? Tu janë korbat, mo, e shkon ti, së që nga, po korbat. Të ti. I thash. Si tha stresi, mos i vendos të video, tha. Pri, tha. Po, mos i vendos, që. Do me edhi në gjysh për drejtat e autorit. Unë e di që bëj burg për tyja, edhe unë video do t'i jetë. Se lek nga mua, s'ke për të marrë. Erdëm në rrugë kryesore. E shkon urën? Shkoj. Po, kërcasin këto goma në duket. Dashur miq, ja arritëm. Dollëm në rrugën kryesore. Majtas është për përmet.
Djathas, Këlqyr, Tepelen, Vlorë. Kështu që ne po marrim për Këlqyr, po marrim Djathas. Jemi vërtet e raskapitur. Po benzina sigur erdhi që Terezia, ç'ne? Mos e ka pas nga ajo rruga. Nga të rëzuarat. E stresi, fol tani. Sa të them unë. Hajde se të nxora me sukses. Sa unë si kur kështë ardhur qa vete me ty. Dale se haruam që janë dhe këta të rrezikshmit në rrugë. Pilotët. Dashur miq, na thoni përshtypjet tuaja. Si thua stresi, do mundohemi ta regjistrojmë këtë rrugë, se edhe kjo e bukur është, derisa të mbaroj. Si thua, benzin kemi, çfarë na tregonte, po nga që urzuam gjithë ato herë. Hajde se mësuam me këtë rrugë nga tani. Kjo të dashur miq është rruga që bëm në verë, që vajtëm në përmet Çarçov, Leskovik. Ishte 40 grad. 44 në Azurin, përmet një moment tregonte motori. Me dhe motori temperaturën e jashtme të ambienti, pa jo temperaturën e tija. Tani votoni që do të vish stresi herë tjetër me mua, apo ta le në shtëpi. Jo, po ishte kështu? Si jo, është sigur. Po t'ishte, po ta vësh si nuk e di, se kam një mendim që e di që ishte një pjesë rrugë e prishur. Jo, sinqerisht nuk e dija, mendova se do ishte rrugë, me thënë kuptimi asfalti prishur, rrugë e ngushtë, ke parasysh? Po që do ishte saj, do më thënë ishte kaq shumë e prishur, nuk realisht do më thënë ishte. Po kjo është bukuria e natyrës. Po jo, bukuria e natyrës, dakord, ja ku ke bukurinë e natyrës, shiko. Tani, është jo, është. Po dëgjoj mua, nuk ka lezet po s'patet çik baltën e mëmdheut në për rrobat e tua. Aha. Ka njerëz që janë në mes të Berlinit, në mes të Parisit, në mes të Londrës. Po të bëjnë qatë duan ata që edhe më beso kanë malë për këtë baltë që ti e ke falas. Hajde të vinë këtu. Ti këtë baltën vetëm një pace pilaf u argjove zotrote. Kurse ata duhet të udhtojnë 2000 kilometra që ta përjetojnë këtë që përjetove ti. Po. Që ta ndjejnë, ta shijojnë baltën e mëmdheut. E di se shijoj baltën e mëmdheut unë? Po si me, si po më vinë fjallet tani se që parë s'më dildin fare që parë. Tani e bërë po e ti. Se e në rrugë të drejtë. Tani dhe marsha ti ndëroj me quick shifter, direkt. S'kam nevoj fare për dorë të kam freksionin. Senican, si të doni, lexojeni. Dashur miq, po nuk mori kjo video, klikimet më të shumta, unë do ta mbyll kanalin. Direkt. Fjalë burri. O, pa të gjohë stresin ti. Ku ka bura këtu mi? Ka lezet olla, shikon njeri u makina, njerëz. Po, shu është. Si tham në një moment andej, ore gjë e mirë thënë se s'ka trafik ti. Kush e tha? Unë në një moment që ishim akoma në asfalt, as 500 metra, mbaroj asfalti. O nëne. Po miqtë e mi, jemi mirë, shikjur zotit. Stresi e kaloi me sukses këtë peripeci. Tani po testoj dhe motorin qofse ecën drejt, pa e mbajtur timonin. Do të thotë që është në rregull, nuk ka psuar në një gjë.
Kështu që mund të vazhdojmë pa merak. Kinezi doli fort. Qa do bëjmë, do edhim benzina apo kemi? Po i, mos ngelesh. Po jo, më ne kemi thënë, kemi shqyr zoti, shko sa janë ato. Ja, Jeti. në qofë se ju do thoni për çfarë i do ato, e zëm se të mbaroj benzina një moment, u batua motori, s'ke fuqi ta ngrësh, rodhi dhe benzina. Ja ku e kemi benzinën me vete. Këtu po i afrojmë këlqyrës. Dashur miq, dielli po perëndon dhe besoj filmimet sa vin tani dhe do bëhen, do kem pak, nuk do ken ma të qartësinë që të jep kamera kur ka dritë të plot. Kështu që Këlqyr, erdhëm në Këlqyr. Kështu që një moment do jemi të detyruar ta fikim. Besoj kemi bërë verë të tjera në kamera këtë rrugë, pavarësisht se nuk e kemi bërë në këtë drejtim, nuk e kemi filmuar në këtë drejtim. Sidoqoftë vazhdojmë filmojmë. Po ju mbaj me muhabet juve që jeni tani në krevat, jeni mbrapa një ekrani, një televizori dhe po shijoni këtë. Por nuk e është e papranueshme që të jeni aty, të shikoni gjithë peripeci që kaloj stresi. Të mos të bëni një like. Bravo stresi, më në fund po më kupton. Një like. Shtypeni like dhe subscribe për ata që s'kan bërë, apo jo stresi? Një like për ne që për pak dëshvetën për pika. Në të bubit. Këlqyra miq të dashur. Tani të duket sikur luan me motorin. Po më besoni, kishte një 2-3 herë që u fika vërtet, nuk isha fuqi ta ngrija, themi atë që është. Po nuk e thash veten. Sepse dhe ta jep një veten, kush do të vinte të ndihmonte aty. Në stresi? Po. Kush do na ndihmonte? Po, si ngriu vet. Bravo stresi. Hajde, e ke allallin suflaqe. Ore ma se shere dytë, o djallë. O djallë të të kënë gjithi su flashe unë ty, apo si tani se... Jo, që... Ore, Bobi, si ke qënë? E kupton që abin peripecira, atë fillon e flet me kafshët. është nga shoku, është nga shoku. Kur kalon, kur të pëson shok, fillon dhe flet. Kjo rrugë kur e bën ditë normale të duket e ngushtë, kurse me atë që hoqëm ne tani, na duket autostradë. Sa na ju do ta bënit këtë rrugë, po jo me shoqëri, po flas me stresin, me streset tuaja. Sa nga ju do ta bënit? Shiko tani çfarë ndjeva, e batova pak më shumë në kthes dhe më rëshkiti pak, pavarësisht se asfalti është perfekt, po gomat anësore janë akoma me balt. E po kujdes. Edhe ndjeva pak atë. Si thua, ta filmojmë derisa dalim rrugë kryesore dhe pastaj të bëjmë mbylljen e videos, si mendon? Po. Po, qa thua ti? Thua do t'joti tani? Të qa gomë, se po vëzhurën. Unë se t'i gjoj se janë dhe me kokore. Do kemi gomë, thua? Po. Jo, mali që na mbajti këte. Po, pranë. është qarë, është zhurma, nuk e ti qofë se ti e t'i gjojnë, po unë e t'i gjoj. Por unë e ndjeva dhe thash edhe, s'ka mundësi. Ja, e qa, gjove? Po.
O malli që na la këte a thoj, zbrit. Po, što si kaj gëmë disk. Nu si shpjegohet. Po qa thua ti... Në greqit do goditje. Ku është edhe që frëngomën të aty është. Ure, kemi në atë pompën apo e ham në shpion. Ha? Nuk e di, ta kesh këtu ti. E kam. Imaginu mos këtë bateria jo. Po qa të bëjmë tani? Kur të zë e keqa të zë. Dëgjon, për të marrë morja jo. Qa mori ajo më të li? Mori. Ja erdi njëri do të ndimoj. Ku është dhe? Si kalove? Si kalua qëna? Jo, e kam në regu, po më duket kush e di qa ka bërë, ko marrë një qaj, s'po e marrë vesh, s'po merë. Po merë? Po merë shumë pak edhe ka rezik. Po i gjete atë guzdo se diçka që ka marrë ti qo fitil. Kam fitil, se i kam pjesë, po problemi e se s'po shikoj ku është. Savash, nëse kalon. Duket ajo, po ku e ka marrë, duket ajo. Shkolla e s'po më merë fare. I di uju se nëzirë flusë ka të taj djeli. Po, ka të drejtë, po. Keni ujat, ke ujat të ndu. Jo, po merë kjo, po merë. Po të jetësh, po merë? Po merë. Unë të thash ku merë dhe po. Po dale se s'po kuptoj këtë unë. Dale? Ku për Ja, ku sho, 2.3 ka vajtur. Pse po e me kështu kjo? 2.3? Ku bjo, sa të cilë duket? Ti e ka marrë ajo, po? Jo, 2.3 ka, po jo, ka marrë kjo, se unë e shkoj këtu tani. Po sa të besu për komisteri, o ti? Ha? Sa të besu komisteri? Ka komisteri ku afër ku është? Po të pelen është më afër, pa. Në Tepelen, ha? Nuk po shkalas, direkt. Po është apur sot është e djeli, Po thua. me thënë në rrugë nacionale, si që vazhdojnë. Po. E kalojmë dhe... Në kratë majtë ke një Blue Point, është karburant. Kalon ka... Djo, e kalojmë bustin e Alipashës. Po. E kalon bustin, është kalaja, e kalon dhe kalan. Sa kalon, di kuten 100-200 metra, se dhe në kratë majtë dhe kratë gjatë, këtë përbal. E kuptoj. Se karburanti. Mirë më duket ma se ku po merë kjo. E gjatë jema të të qonë. Po. Mirë quna, falemderit. Ro. Jeni mirë. Si dashu nga balta, ha? Tani të dashur miq, ne këtu do të mbyllim videon. Këto janë të papriturat mbas gjithë kësaj sakrifice 07. Ka ndodhi dhe kjo, por të paktën dolëm edhe këtu në rrugë kryesore, kështu që në karburantin e parë do interesohemi të frym gomën mirë dhe mas e gjim në Tepelen në një gomisteri 06 Atere, si thua stresit, a mbyllim videon këtu? Po. Se dollëm dhe në rrugë kryesore. Kështu që të dashur miq, na komentoni. Do ua shkrojmë në fund të videos se si vajti situata. Si vajti situata me gomën. Kështu që të dashur miq, ju përshëndesim. Gjithë të mirat. Mirë pafshim. Këtu tani erdhëm
Sa po lam të Pelenën, sa dolëm nga të Pelena dhe gjetëm komisterin këtu. Ka dhe lavazho dhe do na vër djali, do na ndihmojë, na vër një fitil. Si e kishe emrin vlla? Spiro. Atëre Spiro apo na ndihmon. Na njojti edhe na kanali. Edhe do bëjmë dhe lavazho, jemi do lajmi Do bëjmë do lajmi një dhe fitil që mos të vonohemi, sepse përndryshe duhet hiqet goma dhe ka çik problem. Pastaj do futet motori në lavazho, pastaj do futet dhe stresi në lavazho. oh, direkt. Edhe unë. Jemi të dy për lavazho. Spiro, qa ore mbyllni ju? Atëre, çado që t'ju ndodhi rrugës. Që kemi me fat në Piro. E keni Spiron këtu.